Pyetja radhës, selam aleikum hoxhë nderuar. A lejohet me vendos një unazë të thjesht, jo të fejesës, vetëm në fillim pas nikahut që të merret vesh që jam e fejuar. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Këtu janë dy çështje shumë me rëndësi me sqaru. Ka transmetime të sakta se gratë e sahabëve kanë kërkuar mehr një unazë. Kjo është e saktë. Dhe ka transmetime të sakta që vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë unazë. Edhe khulafa ar-rashidin, khalifet që kanë ardhur mas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kanë bërë. Edhe sahabët kanë bërë. Domethënë sa i përket çështjes së unazës, si unazë a lejohet me bërë, lejohet. Edhe burrat edhe gratë lejohet me bajt unaza edhe burrat edhe gratë. Përveç se burrave nuk lejohet me bajt ari. Pastaj pjesë e madhe e komentatorëve të hadithit përmendin se edhe unaza për burra duhet më konë e kputme, nuk lejohet më konë rreth pak put, duhet më konë e qelt. Unaz po tamam, ama këtu duhet më konë e kputme, nuk lejohet më konë rreth. Kjo është e para. E dyta, unaza për fejese, për martesë, kjo është haram pastaj. Me në unaz që e fejua, se s'menon në kërpesh. Me ditë që e i feju, me ditë që e martu. Për shka ka lidhe, çka do të me ditë halë këti, aje i feju, mas i e feju. Aje i martu, mas i martu. Për shka do të me ditë? Të ata të cilët kanë nder, s'ka nevojë me ditë. Ata të cilët s'kan nder, po, ka nevojë me ditë, për shkak se kur gjë hiç e vaj, apo me po këshe kush është ka burrë, kush s'ka burrë, ose kush ka grua, kush s'ka grua. Ideja me bajt unaz të fejesës dhe martesës është ide e pabesimtarëve, nuk është ide e muslimanëve, nuk është sunet i muslimanëve. A ka marrë Fatimja një unaz pe Aliut, merë, po e ka marrë, po kjo është merë, nuk është unaz fejese. Unazën e fejesës, unazën e martesës, kush e ka bo tradit, ata cilët nuk janë musliman. Cili është qëllimi? Qëllimi është me rujt një qarën me këtë unaz, siguraj kështë tonë vëti gruja për shkon të kush për petë, në shkojnë këtojnë të kësa një qajnë e kam gjepë. Se kiti unazën nëse menon dikush se ruan martesën me unaz, po, kur gjithë është e martesë, se martesa s'ruhet me unaz. Pastaj nëse beson dikush e që besohet se me hek unazën, pastaj kjo do me thonë që kjo s'pedoj ka këtojnë kitë më prallat, kur gjëjq. Thejme se me vendos unaz për shkak se e fejue nuk është suneti muslimanëve, por është përngjasim me ata të cilët nuk janë musliman. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Men tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum." Kush i përngjason një popullit është prej tyre. Është prej tyre në çka do që i përngjason. Nëse i përngjason mëkat, je mëkatar sikur ata. Nëse i përngjason bidat, je bidatxhi sikur që janë ata. Nëse i përngjason kufër, je kafir sikur janë ata, dhe secilat ato që e pason çat dispozite merr. Unaz fejesës, unaz martesës në islam nuk ekziston. Nëse do me bo për qef, me mojt për zbukurim, gjitha lejohet. Me marrë merë, gjitha lejohet. Një 10 nëse t'jep. Por, këto llogariten edhe bëhet me njetë që është dhurat, jo që është fejes, as që është martesë. Po me bo mu prisha e fejes, shka të me bo qësa e noze? Ose më prish martesa, shka me bëha unazës? Për këta? Theme se nuk lejohet edhe do të më hek për traditave që në kanë të mira, më këthy në traditat cilat kanë qenë gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gratë e sahabëve dhe të gjeneratave të para, vallahu a'lem.